Përshëndetje shenja e shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi varfëri dhe muaj mjalti. Kjo javë fillon me një kontrast të fortë brenda jush. Varfëria nuk flet domosdoshmërisht për mungesë materiale, por për një ndjesi boshllëku, sikur diçka nuk ju mbush më si më parë, sikur jepni më shumë se ç'merrni, ose sikur një pjesë e juaja ndihet e lënë pas. Por menjëherë, pas kësaj, kemi kartën muaj mjalti, që sjell një dëshirë të fortë për t'u larguar nga kjo ndjesi, për të gjetur lehtësi, për të ndjerë përsëri kënaqësi dhe ngrohtësi. Është si një lëkundje mes mungesës dhe dëshirës për ta mbushur atë boshllëk me diçka të bukur. Kjo mund t'ju shtyjë të kërkoni arratisje, qoftë përmes një udhëtimi, ose një lidhjeje, apo thjesht një ndryshim atmosfere. Por mesazhi këtu është më i thelluar. Ajo që kërkoni ju jashtë është në fakt një reflektim i diçkaje që duhet të rikthehet brenda jush. Në familje kemi shtëpia dhe seksualiteti. Në familje energjia është më e ngrohtë, por edhe më e ndjeshme. Me kartën shtëpia nënkuptohet stabilitet, bazë, ndjenja e përkatësisë, ndërsa me kartën seksualiteti duket sikur shtohet një shtresë intimiteti dhe afërsie që nuk është gjithmonë e shprehur hapur. Kjo mund të tregojë një lidhje të fortë mes partnerëve, nëse janë të martuar ose bashkëjetojnë brenda familjes, por edhe tensione të heshtura që lidhen me nevojën për më shumë afërsi emocionale ose fizike. Për disa, kjo mund të jetë një periudhë ku kërkohet të rikthehet lidhja si çift brenda strukturës familjare. Për të tjerë, mund të jetë një energji që sjell ndjeshmëri më të madhe ndaj kufive dhe dinamikave të brendshme me anëtarët e tjerë të familjes. Nuk është domosdoshmërisht konflikt, por është një thellësi që kërkon vëmendje dhe sinqeritet. Në dashuri kemi person zyrtar dhe shenjë toke. Për disa nga ju ndoshta keni të bëni me dikë të shenjës së tokës. Në dashuri kemi një energji më të strukturuar dhe më serioze. Personi zyrtar tregon një figurë me autoritet, me ndikim, dikë që është i qartë, i qëndrueshëm dhe që e di mirë se çfarë do. Ndërsa shenja e tokës shton stabilitet praktik dhe një qasje realiste ndaj marrëdhënies. Kjo mund të tregojë një person që hyn në jetën tuaj me qëllime të qarta, ose një lidhje që merr një drejtim më serioz dhe më të qëndrueshëm. Nuk është dashuri impulsive apo dramatike, është diçka që ndërtohet me kohë, me përgjegjësi dhe me bazë reale. Për disa kjo mund të jetë një lidhje që formalizohet. Për të tjerë, ky mund të jetë një person që ofron siguri, që mund të jetë siguri materiale ose siguri financiare. Por gjithashtu mund të jetë një person që mund të mos jetë shumë shprehës emocionalisht. Energjia këtu mua më duket më pak fantazi dhe më shumë realitet. Në punë kemi fëmia dhe shenjë zjarri. Ndoshta disa kanë të bëjnë me një shenjë zjarri në punë. Në punë kemi një fillim të ri me karton fëmia. Fëmia tregon ide të reja, projekte që sapo nisin, ose një qasje më të freskët do të thoja unë ndaj punës. Ndërsa shenja e zjarrit sjell energji, motivim, dëshirë për të vepruar. Kjo, domethënë, ky kombinim kartash më flet për krijim dhe iniciativë, që mund të filloni diçka të re, të merrni një rol të ri, ose thjesht të riktheni pasionin që keni pasur ose që keni në atë që ju bëni. Pra ka entuziazëm, por edhe një dozë papjekurie që kërkon drejtim, pra me kartën e fëmijës. Është e rëndësishme të mos nxitoheni vetëm nga impulsi, por ta kanalizoni këtë energji në diçka konkrete që mund të rritet me kohë. Siç thash, për disa nga ju, ndoshta në punë keni të bëni me një energji zjarri që mund të jetë dash, luan ose shigjetar, dhe ky person sjell një fillim të ri,
dhe entuziazëm, por kjo energji ende ka nevojë për drejtim dhe stabilitet. Në Prism Oracle kemi refuzim. Refuzimi nuk vjen këtu si ndëshkim, por si drejtim. Është një filtr që ju tregon qartë çfarë nuk është më për ju. Mund të ndjeni që diçka nuk ju pranon, diçka ose dikush nuk ju përfshin, ose nuk ju jep atë që kërkoni. Por kjo nuk është për t'ju ulur, është për t'ju drejtuar. Për disa mund të nënkuptoj se jeni ju refuzuesi. Në këtë javë, çdo jo që hasni ose do të merrni ka një qëllim. T'ju largoj nga ajo që nuk ju përmbush dhe t'ju afroj me diçka më të përshtatshme për ju. Unë do të thoja se jo çdo derë që mbyllet është humbje. Më besoni, ndonjëherë ajo derë që mbyllet është bekimi për t'ju çuar aty ku duhet të jeni. Paçim.